Në organizim të shoqatës së artistëve figurativ Draudakum në Qendrën për Kulturë në Gostivar, u mbajt ekspozita mbarkombëtare Çmimi i Nëntorit. 43 ishte numri i veprave të ekspozuara e që ishin realizuar nga artistë të njohur nga vendi jon, Kosova e Shqipëria. Eventin e shpallit të hapur kryetari i shoqatës Draudakum, Arjan Rufati. Ai bëri një retrospektiv të udhëtimit të shoqatës Draudakum ndër vite, duke theksuar se e njëjta mbetet shtylla e artit pamor në vend, si dhe vatër e bashkimit të artistëve. Vitin e kaluar shënuam 25 vjetorin e themelimit. Në 25 vjetorin e themelimit të shoqatës, një prej vetorëve që na kujtojnë rrugën e gjatë, sfidat dhe arritjet që kanë ndërtuar në profilin e shoqatës Draudakum ndër vite. Ndërsa sonte, të mbledhur këtu, ne vazhdojmë në të njëjtën përkushtim për të kultivuar vlerat e artit figurativ në trojet tona mbarkombëtare. Ekspozita Çmimi i Nëntorit është një aktivitet ynë i çmuar dhe më përfaqësues i shoqatës. Ajo nuk është vetëm një prezantim veprash, por një traditë që ndër vite ka bashkuar artistët mbarkombëtar. Kjo ekspozitë mbledh në një hapësirë të vet me shumë zëra, shumë vizione, shumë qasje dhe shumë emocione artistike, duke krijuar një mozaik të gjallë krijimtarie. Veprimtarinë e shoqatës e çmoi lart edhe kritiku i artit Reshat Ahmeti. Ju sonde nuk e kritikoj artin, nuk shkruaj kritik artit. Ne shkruajmë mendimet e artit, se arti çdo kohë evoluon. Çdo gjë që ka qenë e mirë për një periudhë të kohore, për një kohë tjetër më nuk vlen, se fillojnë standardet tjera, fillon forma e jetës si jetë në mënyrë tjetër, paraqiten nevojat tjera, mirë po dëshira për të mirën gjithmonë është aty. Sonde ju mund të shihni vepra artistike të cilat kanë prerë nga shumë lëmit të artit figurativ. Pra kemi piktura, skulptura, grafik, dizajn, fotografi. Mund të shihni ka çdo artist e ka vulën e vete, përpiqet që zërin e vet artistik, të vërtetën e vet artistike ta prezantone në mënyrë sa më origjinale. Ktu nuk ka di pikturat që janë të ngjashme. Që të thotë, çdo qenie njerëzore, me çdo gjë që ka mirë të prezanton vetveten. Jo rastisht themi se artisti e prezanton shpirtin e vet e kështu me radhë. Kryetari i Këshillit Artistik Xhelir Rufati tha se të gjithë artistët pjesëmarrës kanë qenë të rëndësishëm për nga vlerat që i sjellin artit, por duke ruajtur traditën, komisioni ka vendosur për 4 më të mirat. Prandaj mu më mbeti në hise bashku me komisionin që të bëjmë vlerësimin e veprave, me qenë se u përmendën më parë kjo konkurrencë e mirëfillt të cilën morëm pjesë në këtë ekspozit, dëshmon se shoqata Draudakum ka vlera të larta artistike për me pjesëmarrjen e kolegëve, miqve të cilët marrin pjesë në këtë ekspozit. Engela Xhaferi mori çmimin Draudakum si artiste e re, Albes Fusha çmimin për fotografi, Ruzmiri Beqiraj Bejaj çmimin për vizatim, Burim Ukiçi çmimin për piktur, ndërsa çmimin kryesor i njohur si Çmimi i Nëntorit e fitoi artistja Afërdita Kiki. Ekspozita Çmimi i Nëntorit tu bëj bashk një numër të konsiderueshëm art dashësish, në mesin e të cilëve student të artit figurativ, përfaqësues të Muftinisë së Gostivarit, përfaqësues të institucioneve publike dhe qytetar.